Në tokën ku deri vonë hudheshin mbeturina 3 kilometra larg qendrës së Rahovecit, ekskavatori po gërmonte pa pushim për ditën e tretë me radhë. Çdo sasi sado e vogël dhe EU nga ekspertët kontrollohen nëse mund të kishte mbetje mortore të viktimave të luftës, cilët vazhdojnë të jenë të zhdukur. Puna këtu dha rezultat. Të premtën u gjetën mbetje mortore të një individi, derisa një ditë më parë u gjetën të tjera të një individi tjetër. Po flasim për verën e vitit 1998, ku forcat serbe në krimet e përmasa gjenocidale të kryer ndaj popullatës shqiptare kanë ngroposur për pjekjen e tyre të fshehjes së gjurnëve të krimit në këtë zonë, këtë lokacion. Ditën kur këto viktima ishin ngroposur në këtë vend, mirë e mban mend edhe një ish ushtar i UÇK-s në këtë zonë. Janë vrarë mbi 100 njerëz, edhe kufomat e shumicës prej tyre janë bartë nga njësitet që janë marrë me pastrimin e ambientit, thjesht në mënyrën më të keqe të mundshme, do thotë duke i përdosur kufomat e njerëzve, i kanë bartë nëpër kamionat, nëpër traktora kështu dhe i kanë sjellë në këtë vend. Në fakt, këtu nuk po gërmohet për herë të parë. Nga ekipet mjekërigjore të administratës së UNMIK-ut në vitin 2002 dhe së fundmi ka qenë në vitin 2007. Gjatë këtyre gërmimeve janë zhvarrosur mbetje mortore të 36 viktimave. Andaj, ka shpresë që në vazhdim të gjenden edhe të tjera. Ky numër është deri në 8, pra nuk mund ta saktësojmë, mund të jetë edhe më i vogël, mirë, por maksimum mund të jetë deri në 8. Me gjithë vlerësimin për gjetjen e mbetjeve mortore së fundmi, përfaqësuesi familjeve të personave të zhdukur vlerëson se në këtë drejtim duhet të bëhet më shumë. Ne si familjar asnjëherë nuk jemi të kënaqur me punën që është bërë, për faktin se akoma janë 1500 e sa njerëz të zhdukur. Sidoqoftë, të premtën këto përfunduan gërmimi që njëherët ishin edhe të fundit për vitin 2025. I kemi dikon 32 lokacione në cilat kemi gërmuar dhe zhvarrosur mbetjet mortore. Deri më tani janë zgjetur mbetjet mortore të 22 individëve. Por gjatë këtij viti jo kaq efektive ishin edhe gërmimet në Serbi. Serbia përmes një loje të saj diplomatike po tenton Batanicën me shty dhe në vend Batanicës ka pranuar me një lokacion, prej 3 lokacione që kemi bosë me urgjencë, me shku dhe lokacion quhet Kozhle. Ka ndodhur një zjarr i madh Kozha në atë pjesën Kozhle ku veç tashmë janë të bu punimet. Arsyetimi i tyre ka qenë që ka qenë vend mbeturine që 25 vite dhe që rastësisht ai ndodhe e zjarri, që natyrisht ne nuk jemi të prirur me besu që Serbia bën diçka rastësisht. Për shkak të vendimit të shtetit serb, gërmimet në Kozhle ishin mbyllur në muajin nëntor.